caktoni vizionin dhe misionin tuaj. Më e mira do ishte që një individ të ketë jetën e ndarë në 3 pjesë. Më parë ka pas lider akoma më të mëdhenj, njerëz që i bënin gjërat më me të vërtetë dhe në vetdia jonë nuk njeh komandën negative. Shumë individ bëjnë punën që nuk dëshirojnë të realizojnë. Arta suksesit kjo është. Unë kam këtë qëllim dhe këtë vizion që atë caktoj vetes time. Të caktojnë çfarë duan nga jeta, çfarë mund bëjnë më mirë, çfarë kanë dëshirë dhe aty ti përqendrojnë të gjithë fuqitë. Miq të podcastit, përshëndetje. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një mikun tim për disa vitesh, jo vetëm për faktin që është miku im, por jam i sigurt që nga ky podcast do japi shumë. Dhe një nga sfidat e mia është që t'i marr nga të gjitha dimensionet që ai ka, kështu që është edhe një sfidë përveç se kënaqësi. Dritan, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Shiko, ke shumë tituj. Një nga ato është themeluesi i Akademisë Elita. Disa tituj pastaj janë në pozicione të ndryshme pune, qofshin ato në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Shumë apo disa dekorime nga institucione, po themi shtetërore, dhe shumë falënderime dhe nga persona apo personazhe me impakt të paktën në Shqipëri, që një pjesë të mirë unë i di dhe personalisht sepse kam qenë edhe pjesë e ceremonive. Si ja bën? Ti je kudo dhe me tipare të ndryshme në të gjitha këto dimensione, se nuk është se është, po themi, bota e kinemas dhe merresh dhe me reklama që janë afër, por janë dimensione të ndryshme. Është e vërtet, në fakt. Unë kam filluar shumë vite përpara, bëhet fjalë ndoshta që në moshën time 19-20 vjeçare dhe në fakt fillimi ka qenë shumë interesant. Unë i kam në Amerikë. I kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, një moshë ndoshta 19-20 dhe aty më pëlqeu jeta, ishte diçka e bukur, ishte më përshtati. Dhe do vendosja nëse do jetoja atje apo do kthehesha në Shqipëri. Dhe me veten time bëra një pakt, mund të them. Nëse do kthehem në Shqipëri, do merrem me biznesin, do merrem me politikën, do merrem me shoqërinë, do jem aktiv. Pra këtë vendosa. Okay. Dhe në fakt këtë bëra. Pra vendosa që mos ikja në Amerikë në atë kohë, pavarësisht ofertës, pavarësisht ishte diçka shumë interesante se në atë kohë isha i vogël dhe aplikova në ambasadën amerikane dhe konsulja tha këtë gjë, ne po bëjmë përjashtim, sepse në këtë moshë nuk japin vizë, do bëjmë përjashtim për ty, do t'japim vizën, vetëm me një kusht. Nëse do të shkollohesh dhe të rish në Amerikë, hajde këtu prapë se do ta jap unë përsëri vizën. Pra, domethënë në një formë më hapën rrugë edhe për andej, familjarët e mi po ashtu donin të rria, por unë vendosa dhe bëra një pakt me veten time që thash, okay, unë do kthehem në Shqipëri, por do kthehem si njeri aktiv. Dhe këtu filloja rruga ime për të angazhuar, mund të them, për dhënë më të mirën dhe për të kuptuar që ku isha unë dhe çfarë doja unë të bëja. Kush ka qenë iniciativa e parë? Po themi që ishte gjithëpërfshirëse. Shive, unë kam pas shumë iniciativa. Ndër iniciativat e para, në fakt, kur pikërisht filluan, kjo ishte nisma, kur unë erdha nga Amerika, unë u përfshija në një parti politike këtu në Shqipëri. Një parti të madhe politike. Për pak kohë mora një pozicion të lartë, ishte koordinator koordinimi për gjithë Republikën e Shqipërisë për të rinë në atë kohë. Kështu e fillova, pastaj mbas sa kohë në fund 2008-s mora nismën time të parë me forumin Rinia Aktive, një forum i cili filloi pak nga pak mund të themi, po hapja u bën Pallatin e Sporteve, Astan Rusi, ku kishte rreth 3000 individ që në hapjen e parë në fakt. Dhe gjithë u çuditën në fakt se si njeri në moshë mund të lidhë kaq shumë veta për kaq pak kohë. Por pastaj pak nga pak u rrit akoma më shumë si forum, në ato kohë ishte ndër forumet më të mëdha, mund të themi, në Shqipëri, kishin përfaqësues në universitete, në shkolla, kudo.
realizuam me dhjetra me qindra aktivitete, protesta nga më ndryshme të Mos aktivitete gaboj, sociale. pastaj kaluat dhe si partia, po jo. Po, pak më vonë. Domethënë, e filluam në fund 2008-s, 2009 me Forum Rinia Aktive, mund të themi në shoqërinë civile. Në 2013 më pas kemi themeluar një parti politike që i quhej Forca Rinia. Por derisa arritëm te partia, realizuam shumë nisma tjera. Përpara, mund të themi, unë kam qenë kryetari i Kuvendit Rinor të Shqipërisë. Këtë nuk e dija. Një nisëm me 140 senatorë nga gjithë Shqipëria, ku kam përfaqësuar rreth 70.000 individë të cilët më zgjodhen në atë pozicion. Në 2013 po ashtu themeluam dhe Akademinë Profesionale Elita, do të ishin disa themelime ndërkohë, mund të themi. Biles sot që rikthehem, një ndër miqtë e mi më thonë, ç'të lidh ty të bësh një akademi? Sepse në ato kohë ishte shumë, në radhë parë ishte akademia e parë në Shqipëri. Nuk ishte parë diçka e tillë përpara. Unë nuk është se isha një pedagog në atë kohë, isha një djalë i ri me disa eksperjenca, po jo një pedagog i mirëfillt apo diçka që më lidhte drejt për drejti. Po ishte një nga ato idet që lindin, që kam përshtypjen që atë ka shkuar për shtat me misionin për të dhënë. Të shkon për shtat dhe ti fut pjesë misionit tënd. Pas 2013-2014 kemi bërë dhe partinë Forca Rinia, morëm pjesë në zgjedhjet lokale të 2015-s për herë të parë, sepse ato kishte vështirësitë e veta, se të bësh një parti politike sot është vështirë. Përpara ka qenë shumë thjesht, sepse themelojën 500 firma thjeshta në Ministrinë e Drejtësisë. Sot duhet minimalisht 3.000 antarë për të themeluar dhe të gjithë duhet të kalojnë para noterit. Pra, vështirësia është goxha e madhe. Pra bëhet një verifikim i firmave. Bëhet një verifikim i firmave nga noteri dhe pastaj nga gjykata. Morëm pjesë në zgjedhjet lokale, mund të themi të 2015-s për herë të parë, për 2-3 muaj punë kemi fituar rreth 4 këshilltarë, mund të themi, në disa qytete të Shqipërisë. Kjo ka qenë me pak fjalë, mund të them, pjesa e partisë në atë kohë. Si e shikon politikën sot? Politika sot në fakt në Shqipëri, në Shqipëri mund ta quajmë politik, po dhe nuk mund ta quajmë politik, ky është problemi. Por është shumë ndërlikuar, është shumë ndërlikuar këtu në Shqipëri. Është më komplekse se sa diku. Është shumë komplekse. Shpeshherë kam qejf të marr pjesë, të angazhohem fuqimisht, kur ndoshta di më shumë gjëra se ç'duhet dish dhe nuk ke dëshirë më pastaj të marrësh pjesë, prandaj kam qenë dhe pjesëmarrës, por dhe jo pjesëmarrës. Domethënë kam qenë në një pozicion pak të ndërmjetëm me pjesën e politikës. Politika është tranzicion në Shqipëri. Është tranzicion, ka patur shumë problematika siç gjithë e dim dhe mendoj do ketë akoma më shumë dhe në vitin tjetër priten shumë ndodhin politik, por shpresojmë për më mirë. Shpresojmë sa më shumë parti të reja, shpresojmë sa më shumë figura të reja dhe brenda partive të mëdha, mund të themi, që të ketë një ridimensionim, të ketë një frymë të re, ka nevojë shumë për një frymë të re politika shqiptare. Kam përshtypjen që të dyja partijat e mëdha, po shikojnë këto edhe në nivel strategjik se kush është brezi, po themi, apo personazhet e ri që mund të jenë për të kthyer, po them, në drejtim të këtyre partive. Në qoftë se është e tillë, mendon ti rikthehesh politikës? Ta bëj këtë pyetje sepse unë do kisha dëshirë të shikoja të paktën për personazhin nëse ka një pastrim të politikës dhe mund të ketë një ridimensionim, patjetër që po. Por me këtë politikë që është sot, është pak e vështirë. Është pak e vështirë, është nga shumë dimensione, është pak e vështirë për të futur pjesë të strukturave të cilat ndoshta janë pak të vjetra dhe marrin vetëm ato individët që kanë rreth, por është e vështirë sepse unë dua të jem pjesë e një politike të pastër dhe kjo është që ndoshta mban larg disa herë, mund të themi. Dhe një politike që është politik. Dhe një politike që nuk është politik. Kjo është ajo çfarë. Por të shohim, nuk e diet asnjëherë. Unë kam kontribuar shumë vite në pjesën politike, qoftë në forma ndryshme, mund të themi, qoftë drejt për drejt në partitë politike, qoftë në jetën politike të Shqipërisë, qoftë duke kualifikuar shumë të rinj në pjesën politike. Pra kursi i parë në Shqipëri që është bërë politik ka qenë nga Akademia Profesionale Elita dhe quhej Elita Politike në atë kohë. Dhe ne kemi mbledhur për herë të parë të rinjt e 3 partive kryesore në atë kohë, Fresh, FRPD dhe LRI.
ishte një ndër luftrat më të mëdha sepse ata as mblidheshin dot, kishte një luftë shumë të madhe mund të themi, dihet si funksionon. Ai ishte era parë, pastaj vazhduam, kemi kualifikuar breza të tërë sot, mund të themi që kam shtyme pjesë administratës sot. Një pjesë administratës sot kanë qenë pjesëtarët tanë, edhe ne kemi krenari këtë, sepse janë elitarë të cilët sot janë drejtorat përgjithshëm, sot janë këshilltar bashkiak, sot kemi mund të themi nga pjesëtarët tanë deri ministra. Në qartë. Jo, realisht e jep një lloj krenarie. Më kujtove pak zonjën Zamira Çavo, ke folura në publik dhe mbaj mend që tha, shiko, e kishin amerikanët, tha që nëse do që biseda të shkojë mirë dhe mos të ketë, po themi, kontradikta apo përplasje, nuk do të flasësh për politikën, për sportin dhe për fen. Kështu që po e kaloj këtë pjesën e politikës, edhe pse përfunduam në mënyrë të natyrshme, do doja të dija me eksperiencën tënde, mënyrën se si ti mendon me multidimensionin që ti ke, po themi, qoftë nga backgroundi, studimet, eksperienca etj. Kush është mentaliteti i dur sot për të ecur përpara? Se do doja që sidomos ai brezi i ri të ketë, po themi, disa informacione nga ky podcast, se kush është mentaliteti i dur apo hapa duke ndarë ndoshta edhe eksperiencë. Në çfarë fushë? Në fushë politikës, të biznesit apo në përgjithësi? Do doja në përgjithësi, po themi, si njeri. Unë ajo çfarë i them gjithmonë, jo të rinj, po gjithkujt, gjëja e parë për të ecur përpara është harta e personit. Pra, secili duhet të caktojë dhe duhet të realizojë hartën e vet të suksesit, them unë. Pra, ku fillon harta? Dhe atë i them gjithmonë njerëzve që njoh, studentëve, kujdo. Sepse kjo ka mungesë shumë të madhe të gjithë secili. I them në radhë parë caktoni ëndrrën tuaj. Pra mos daloni së pari ëndra. Vlerësoni ëndrrën, sepse këtu shpeshherë vritet ëndra. Kjo është një problem shumë i madh që kemi këtu. Vetë vritet nga vetë individi apo nga vetë individi, nga shoqëria, nga familja, nga shumë mund të themi allka. Shifni ëndra. Së dyti, caktoni vizionin dhe misionin tuaj. Pra, së pari ëndra, ndërroni. E dyta, caktoni vizionin dhe misionin tuaj që keni në jetë, për çfarë po luftoni, për çfarë jeni, pse keni ardhur, çfarë misioni dhe vizioni keni ju për jetën tuaj. Më pas kësaj të kalojmë në pikën e tretë, që këtë vizion dhe mision ta kalojmë, mund të themi, në aktivitete konkrete. Pra, ta kalojmë në aktivitete, çfarë do realizoj unë për të realizuar vizionin dhe misionin tim, Dhe këto aktivitete, një plan pune, po themi. Këto aktivitete ti ndajmë në një plan pune të mirëfillt, qoftë disa vjeçar, mujor dhe javor. Dhe nëse individi realizon këtë lloj harte suksesi, në mundësinë më të madhe ka që të ketë sukses dhe të arrijë atë çfarë ai dëshiron, ai dhe planifikon. Këto janë disa pika që unë ja sugjeroj gjithmonë, domethënë që meqense jemi tek individi dhe zbritëm edhe afër planit, po themi ku merr jetë, po themi edhe ajo ëndra, vizioni e kështu me radhë. Po zakone që ti do t'i këshilloje, që ti ketë individi. Shive, e di, në fakt, kam shumë vite që e mendoj dhe me veten time këtë pjesë, sepse shpeshherë është mirë të bësh disa gjëra dhe shpeshherë varet dhe si vjen, mund të themi, rrota historisë, varet nga mundësitë, varet nga relatat, varet nga vendi që ti jeton, varet nga shumë gjëra, varet nga ëndra sa e madhe është, dhe varet nga kjo ëndër kur kalon vizion dhe mision që çfarë si përkthehet. Më e mira do ishte që një individ të ketë jetën e ndarë në 3 pjesë, pra edhe në ditën e përditshme. Kjo është ajo më natyralja. Pra 8-8-8 është 8 orë punë. Përkon me orët, Po, përkon me orët, 8 orë punë, 8 orë kohë e lirë dhe 8 orë gjumë. Pra, individu të ketë se s'bën 8 orë gjumë që të shplodhet, të rikarikohet, të lidhet dhe me universin nëse për ata që besojnë këtë pjesë, apo por dhe të shplodhet. Kur ti shplodhesh ndihesh më mirë, je më i shplodhur, ke më shumë fuqi. Madje mendon dhe më mirë. Mendon dhe më qartë dhe më mirë. 8 orë për të punuar, pra e mira është mos të te kalojmë këtë, dhe 8 orë për të argëtuar, për të marrë me një dëshirë, me një, ku diun, qoftë edhe para përgatitjeve këtyre të dyjave. Se kam përshtypjen përpara gjumit, një gjysore. Kjo do ishte perfektja, domethënë, mund të themi si sugjerim në ditën në të përditshme. Tjetra është kemi një plan konkret, për shembull çfarë bëj unë kryesisht. Unë çdo vit i vëj një emër. Pra, për çfarë është ky vit?
ky vit është i kësaj gjëje. Pra i bën një pakëzim në fillim të vitit edhe është dhe si objektiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë unë më zhdashur shumë vite normalisht dhe gjithmonë jam në ndryshim, por kam caktuar, mund të themi, vizionin dhe misionin tim në jetë, që është X-i. Dhe për të realizuar këtë vizion dhe këtë mision, mua më duhet të bëj hapa konkret çdo ditë. Dhe çdo vit. Dhe them që për kaq vite ndoshta unë mund ta realizoj. Dhe çdo vit unë i vë një emër, po them, ky vit është viti im i librit. Unë kështu e kam pakzuar. Çfarë do të thotë? Unë kam realizuar një libër në fakt që para shumë vitesh, por nuk e kam publikuar. Dhe sepse nga shumë arsye dhe mendoj që ky është viti i librit. Dhe unë e kam vënë viti i librit. Për 2026. 2026. Do ta theksojmë që të kemi pritshmëri sepse unë kam kohë që e pres si libër. Dhe 2026 unë kam plan që do bëj një tur, mund të themi, në shumë shtete të botës, në rreth 15 shtete të botës, në çdo shtet një herë në muaj, ku do prezantoj librin që normalisht është pjesë e gjithë këtij misioni të madh, është një pjesë e vogël e këtij misioni të madh. Viti tjetër ndoshta mund të jetë viti i diçka tjetër dhe kështu me radhë. Okej. Shiko, bazuar gjithmonë tek eksperiencat, sidomos tek pjesa e Akademisë Elita, po edhe vetë si drejtuesi rinia aktive, po edhe forca rinia. Je përballur me grup mosha të ndryshme, ke pasur të bësh, po themi, në mënyrë direkte dhe indirekte me shumicën e politikanëve, kështu që e njeh mirë dhe natyrën e liderit. Si mund ta dallojmë një lider të mirë? Qoftë në fushën e biznesit apo në politikë, pak rëndësi ka, po që të kuptoj që ky është lider mirë dhe po themi në rastin e politikës që po, ja vlen të votohet, ose po, ja vlen të bashkëpunoj me këtë, sepse në fund të ditës po themi impakti është pozitiv, po edhe misioni i tij po themi ka kontribut drejt për drejt qoftë në shoqëri, apo pra nuk është lider për interesin e vet, po themi, apo me egoizëm e kështu me radhë. Shve, në fakt kjo është interesante ndaj në disa pjesë këtë çështje. Liderat e mëdhenj, liderat normal, dhe pastaj liderat e mirë dhe ajo pjesa tjetër që përmendë pak më parë. Liderat e mëdhenj janë ata lidera që vinë rrallë. Ato që unë i quaj liderat vërtet dhe të mëdhejt. Janë ata që kanë lënë gjurmë në histori qoftë botërore. Njerëz të mëdhej si Aleksandri i Madh, mund të themi, njerëz si George Washington, njerëz që kanë lënë gjurmë dhe sot i një dhe pjesa më e madhe e botës, njerëz që kanë bërë histori, kanë ndryshuar, mund të themi shumë, kanë ndryshuar botën në një lloj forma, në një formë tjetër. Këto janë ato liderat e vërtet dhe bires në paradite po diskutonim se po organizojmë disa orë të hapura në fakt, që me një nisëm të re që fillon shumë shpejt. Dhe një ndër temat ishte pikërisht kjo e liderave, domethënë pse nuk ka më lidera kaq të mëdhenj. Dhe në fakt më parë ka pas lidera akoma më të mëdhenj, njerëz që i bënin gjërat më me të vërtet, mund të themi, më për të lënë në histori. Sot dhe në Europë kur shef, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë janë individ që mund të quhen lidera të fushës vet, politikës, mund të themi në këtë rast, që vazhdojnë një punë të caktuar, domethënë vazhdojnë që përpara një punë që kanë marrë nga dikush tjetër. Por jo se lën diçka në histori, jo se bën diçka të madhe, jo se bën një reformë, kanë frikë nga reforma, kanë frikë nga e reja, kanë frikë të ndryshojnë gjëra. Lideri ndryshon, lideri nuk ka frikë, lideri gjithmonë lufton për më të mirën, merr dhe riskje. Është qartë me çfarë duhet të arrijë. Është qartë, merr riskje ndoshta nga më të mëdha. Faktikisht ndjesë të ndërpres. Këtë pyetje doja të bëja për të qenë pak më proaktiv. Emrat që sapo përmendëm duhet filluar nga George Washington etj. Nëse do ishin në kohën e sotme, mendon se do bënin po prap leadership? Patjetër. Ka në çdo nuk është çështje kohe, është çështje individi. Është çështje mendoj individi dhe lideri. Dhe sot ka aq shumë nevojë për ato lidera, sepse dhe koha ka shumë nevojë për të patur guxim, për të patur ndryshime të mëdha, shumë, për mua në mendimin tim sistemet kanë rënë. Sistemet kanë rënë, qoftë dhe ekonomik, qoftë sisteme politike, qoftë dhe sistemi demokratike sot në botë. Flasim për demokraci, ndërkohë nga ana tjetër kemi shumë censura etj. Flasim për parlamente që përfaqësojnë individët, por në fakt nuk pyeten fare individët për vendimet që merren, Pra ka shumë sisteme sot, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën,
dhe në Amerikë, edhe në Europë, edhe kudo, ku sistemet janë trashur shumë, domethënë kanë rënë mund të themi, dhe ka nevojë për gjëra të reja. Ka nevojë për guxim, ka nevojë që të merren nisma të reja që këto i marrin vetëm liderat e mëdhenj. Liderat jo të mëdhenj vazhdojnë atë gjën, kanë frikë nga e reja, etj. Pastaj që të kaloj te pyetja që më bëre lideri i mirë, nëse ulim pak stekën, lideri i mirë është njeriu i mirë. Nëse je njeri i mirë, ti ndiqe atë lider sepse ai nuk do të lënë bahet, më themi. Shif poshtë njeri i mirë është lideri i mirë, domethënë. Kush mund të jetë shembull një lidhje të mirë në botën shqiptare, po themi, pra përtej kufive të Shqipërisë, qoftë Kosovë, Maqedoni apo qoftë dhe në diasporë, që mendon po, ky është vërtet ai person që ka këto karakteristika që ti përmend, pra ka guxim, nuk tërhiqet nga misioni sepse e di që është për të mirën e përgjithshme. Shive, mendoj që një figurë mund të jetë Albin Kurti. Është një lider i cili ka gabimet e veta dhe ai patjetër, nuk e diskutoj, por është një lider i cili ka guxuar. Ndoshta shpesh ka dalë kundra dhe shteteve të mëdha që nuk e bën askush në aq më tepër në rajonin ton. Kanë ndjekur atë politikën e vet dhe atë çfarë ka thënë, me aq sa ka mundur, pra ka bërë diçka. Nuk e fus prapë të liderat e mëdhenj, thash liderat e mëdhenj janë nuk mund të ndot një emër sot të një lideri të madh, jo në Shqipëri, po edhe më tutje. Por është një lider i mirë, mund të themi, në rajonin ton, ka bërë gjëra pozitive, po për një politikë pozitive, ka ndjekur atë edhe të drejtë kanë edhe të drejtë, mund të themi, në atë prizëm. Mendoj që është pozitiv, është një figurë pozitive. Personin e fjalë për Albinin, një nga impaktet e para që unë kam pas, po themi që të krijoj, po themi atë respektin, ka qenë edhe nga biseda jon kur ke treguar që ai ka shitur shtëpinë e vet, apartamentin, për të investuar tek partia. Pra ai sakrifikon dhe veten për misionin ndoshta që ai donte të arrinte për Kosovën. Në fakt, me Albinin kemi një marrëdhënie dhe një bashkëpunim të hershëm. Që ka qenë organizatë e shoqërisë civile, me rinë aktive ne kemi bërë një bashkëpunim, biles e më mund si sot, kur kemi në Kosovë, ikëm nga rruga vjetër, biles, nuk ka qenë rruga e atëre. Edhe u futëm në zyrën e vetëvendosjes. Zyra e vetëvendosjes si organizat. Albini ishte në kërkim në atë kohë, ishte në kërkim nga shteti, edhe nëse do dilte, do arrestohej. Në fakt, erdhi, atëherë ka qenë i shoqëruar nga një shoku i tij dhe bashkëudhëtar i vet, u mbyllën perdet. U mbyllën perdet në dhomë dhe u fut Albini. Ndërkohë policia ishte jashtë, që priste që ndoshta Albini mund vinte, ndërkohë kamerat ishin brenda. Sepse Top Channel kishte ardhur etj, dhe aty kemi bërë bashkëpunimin e parë ndërmjet rinisë aktive dhe vendosjes në atë kohë. Ishte si bashkëpunim i parë, mund të themi, me të, domethënë që aso kohë vetëvendosja ishte gjithashtu në fillimet e veta apo kishte kohë? Kishte vite, kishte vite, po si organizat. Dhe si organizat, dhe mbaj mend që në ato kohë plus minus ata kaluan një krizë ekonomike në atë kohë në fakt. Dhe ekzistenciale, domethënë do vazhdonin apo do shuheshin. Sepse nuk kishin ekonomi, ishin opozit, etj. Dhe në ato kohë ishte pikërisht kjo kohë që po përmend, Albini vendosi, tha, okay, unë do shes shpendime, do të vazhdojmë vendosjen, si forcë që në fakt e donte populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, dhe rezultoi që sot është forca më e madhe në Kosovë. Albini ka vite që është kryeministër dhe po bën më të mirën e vet me aq sa çka mundësi. Pastaj atë vlerëson populli i Kosovës, sepse normalisht ata janë. Nga zgjedhjet e fundit kishin goxha diferencë, nga çdo zgjedhje ata janë vetëm në rritje. Kjo do të tregon që edhe populli i Kosovës po e mbështet në vizionin e tij, qëllimin e tij. Shikoj që ka pas goxha impakt në shumë fusha, qoftë nga problematikat që pati edhe me kufirin asaj kohe, mënyra se si reagoi, mos tërheqja mbrapsht etj, madje edhe në rrjetet sociale, sepse në këtë kohë jetojmë. Shikoj shumë, po themi, kosovar që fusin foto dhe të asfaltit,
që dikur ishte, po themi, kur bënte tender ishte vetëm 2 gishtë asfalt, dhe tani janë të gjithë shtresat e nevojshme të asfaltit, në kuptimin që qoftë edhe në terma të menaxhimit ekonomik, është ashtu siç duhet, me përpikmëri. Dhe kjo është kesha dhe dashuri, kam përshtypjen. Albini ka futur kulturën e vërtet politikës, mund të themi. Po mundohet, mundohet se ka edhe i pegesat e veta. Aty ligjet janë deri diku më të forta, opozita ka, mund të themi, struktura kudo, gjykatat janë të opozitës, televizionet janë të opozitës, nuk është si Shqipëria që ndryshon realiteti politik. Gjithsesi, po bën atë maksimumin, paktën, mund të themi është një politikanët më serioz dhe që i kanë ndetur atyre çfarë ka thënë maksimalisht dhe nuk ka bërë kompromise, qoftë kur kanë kërkuar ta hedhin dhe kanë hedhur. Kjo është e vërtetë. Duam apo s'duam, kjo është e vërteta. Unë e mbështes që nga fillimi që e kam mbështetur kur ka qenë organizat dhe në vazhdueshmëri është një figurë për të mbështetur, nuk është se fiks. Qoftë edhe me kaq bisedë sa ne kemi bërë, kushdo që po na ndjek edhe nuk të njeh e kupton që po themi kemi të bëjmë me një personazh, në rastin tënd që ndjek edhe politikën, edhe biznesin, edhe po themi misionet, po themi qofshin ato personale apo me impakt në Shqipëri e kështu me radhë. Dhe qoftë unë personalisht, po edhe për audiencën, besoj se do ishte në interes si e bën për mënyrën që ndan prioritetet dhe menaxhon kohën, meqense të dyja janë të lidhura shumë bashkë. Pra, si e vendos që po themi akademia këtë periudhë do më shumë fokus, apo vetja, apo politika, kontributi që do japësh, apo libri po themi që nëse është fokus në 2026-ën, apo të udhëheqësh ekipet. Është sfida më e vështirë. Kjo është vërtet. E kishim edhe bisedë kur takuam, është sfida më e vështirë. Në fakt është sfida. Do të jem realist, është sfida më e vështirë. Është sfidë për të gjithë, po jam i sigurt që në rastin tënd është komplet e veçantë sepse jeni edhe në shtete të ndryshme në momente të ndryshme. Është sfida më e vështirë, realisht. Unë them diçka, gjithmonë kur do të marrësh diçka, do japësh diçka tjetër. Domethënë jeta kështu funksionon. Askush nuk mund të ketë gjithmonë dhe të gjitha. Pra ka një pagesë, po themi? Ka një pagesë për gjithçka. Kjo është universale, kjo është, mund të them, jeta, unë kështu e vlerësoj. Dhe nëse do të marrësh shumë nga diçka, do japësh diçka nga diçka tjetër. Unë çfarë kam dhënë? Unë kam dhënë nga koha ime. Pra, nëse ajo më perfektja ishte që unë të kisha 8 orë punë, 8 orë jetë personale dhe 8 orë gjumë, unë kam ngrënë nga këto 2 tjerët, pra gjumi sot e bëj 5-6 orë dhe që për mua shumë e rëndësishme gjumi, në fakt për rikarikim, jo se është për tjerë nuk është, por për mua si individ është goxha. E ke të domosdoshëm. E kam domosdoshëm dhe kam sakrifikuar dhe kohën time të lirë, mund të themi pjesën më të madhe të kohës time të lirë për të shtuar kohës punës. Pra kam sakrifikuar diçka për të marrë diçka tjetër. Kështu funksionon jeta. Nuk merr pa dhënë. Dhe kur jep, patjetër që do marrësh mbrapsht. Ky është rregull jetësor i karmës, i ligji i hakut e tjerë. Unë kam punuar shumë dhe normalisht ja kushtoj pjesë më madhe kohës, ja kushtoj kësaj gjëje. Domethënë këtë kam bërë gjithë këto vite, por nuk kam penduar sepse kam bërë atë që kam dashur dhe vazhdoj të bëj atë që dua. Dhe njeriu në fakt duhet që të gjej gëzimin në ato gjërat që bën. Dhe kjo është dhe gjëja më e bukur, mund të themi. Nëse ti e bën me dëshirë diçka, atëherë gjithçka ecën siç duhet. Merr atë kënaqësinë, po themi sakrificës që bën, çdo gjë ecën siç duhet, suksesi është i pashmangshëm në këtë lloj forme. Por patjetër që kjo është dhe ligji i kompensimit. Më fute pak edhe tek pjesa jo spirituale, po tek pjesa universale. Është një pedagog kosovar, unë për me emrat jam goxha problem, por tek një monolog që ai po themi ligjëron, po i flet nipit më saktë, sikur personazhi është gjyshi. Thot që shiko, ligji universal është që çfarë të japësh do të marrësh. Pra kur ti sakrifikon një të mirë, e mira do të vi. Dhe e krahasonte këtë shumë mirë, e ke parasysh atë rastin thoshte kur ti për pak deshu aksidentove etj. Kjo është sepse ti më përpara ke dhënë diçka, ke sakrifikuar dhe prandaj kjo po të kthehet. Dhe shumë vërtet. Dhe mund të japë shumë personal. Unë realisht e besoj ja të jap, po them, në fakt në këto vite un kam marr, siç e ti përmendë, kam marr çmime të ndryshme.
po them, çmimi çmime dhe vlerësime të ndryshme. Dekorata presidenciale për kontributet veçanta në shoqëri, që unë në një farë moshe shumë të re në fakt, e mora atë nga presidenti i Republikës, as e mendoja. Sidomos për edukimin, për edukimin, për nismat e reja, për kontribuimin në shoqëri dhe për demokracinë e shoqërisë, por dhe për ndihmën që i kam dhënë individëve të ndryshëm ndër vite, qoftë me trajnime falas, me punësim edhe me forma ndryshme. Unë kam qenë një nga ato. Dhe në fakt unë se kisha menduar kurrë, domethënë gjithmonë kontributi im ka qenë sepse kam dashur ta jap kontributin, gjithmonë kam dashur të jem aktiv, gjithmonë kam dashur që të jap nga vetja ime, sepse unë shoh, kam dëshirë të jap ta shpërndaj atë që kam. Dhe në fakt në një moment vjen dhe shpërblehet në një lloj forme apo në një formë tjetër gjithçka. As e kisha menduar kurrë që po them për atë kontribut do të merrja këtë lloj vlerësimi. Apo ku diun çmime dhe të tjera siç ambasadori i paqes në Vjenë të Austrisë, po them vetëm nga kontributet që kam bërë me shoqërinë civile apo me ndihmat humanitare që kam dhënë me fondacionet që unë kam drejtuar, mora këtë çmim, ose histori suksesi, një çmim tjetër mund të themi nga pjesa e bizneseve apo strukturave tjera që kam drejtuar. Pra, gjithçka vlerësohet. Ndoshta ti se më thon kurrë që ajo çfarë po jep sot do të vi do të kthehet mbrapsht nesër, por ti bëje, nëse ke dëshirë, nëse minimalisht për të përmbush veten. Për të përmbush veten dhe pastaj gjithçka është kthehet. Pra, dhe e mira kthehet dhe e keqja kthehet. Prandaj unë këshilla më e madhe që jap gjithmonë njerëzve që kam afër, të jeni pozitiv dhe bëni sa më mirë që të mundeni. Të paktën mos bëni keq. Dhe kjo është kryesorja. Nëse realizoni këtë, gjithçka tjetër pastaj është okay. Shumë vërtet. Që unë një nga modulet kryesore që kam tek trajnimet është shitja, sepse atë njoh dhe më mirë, atë ligjëroj. Dhe sidomos kur janë, po themi, staf që janë të rinj në moshë, gjëja e parë që i themi, kush sot i them është që të qëndrojmë pozitiv. Nëse nuk je pozitiv, nuk shet. Nuk shet veten, nuk shet, po themi, as produktin e tjerë, dhe është e vetja mënyrë që të tjerë të kthejnë diçka mbrapsht. Askush do donte të ketë afër, po themi, një njeri negativ. Kështu që bëre mirë që e ceke, sepse është dhe ligj i natyrës. Dhe unë fakt madje edhe truri, se ti e di më mirë sepse ke studiuar hipnozën e kështu me radhë, edhe trurin tënd dhe stimulon për më mirë. Do të them disa shembuj shumë interesant. Dhe në vetdia jon nuk njeh komandën negative. Pra, nëse ti thua mos pi cigare, a njeh pozitive. Ajo e merr sikur ti po i thua pi cigare. E kupton thelbin dhe universi, dhe në vetdia, dhe pra një atë që përmend, atë afron. Nuk e njeh negativen. Njeh vetëm pozitiven. Kështu që prandaj pozitiva është kryesorja, është ka u dur, ka u orës, mund të themi. Ja krepave të orës. Shumë vërtet. E mbaj mend edhe ke një nga trajnimet që ke drejtuar tek Elita. Jemi midis Shqipërisë dhe Austrisë. Po. Pse Austri? Në fakt, momentalisht jam midis Shqipërisë, Austrisë, edhe disa shteteve tjera, edhe Polonisë deri diku. Okay. Po Austrisë më shumë. Austria në fakt unë jam drejtuese një organizate jo qeveritare në Austri, por jam po ashtu dhe në një biznes në Austri. Tash më bë ndoshta 6-7 vite që iki dhe vi nga Austria, bashkëpunoj në Austri, jam edhe i punësuar në Austri. Okay. Mund të them çdo muaj jam ikje dhe ardhje, domethënë nga Austria, jam qytetar i Vjenës. Është një qytet shumë i bukur, shumë i veçantë, që komplet ndryshon nga Shqipëria dhe Shqipëria nga Vjena, mund të themi. Të gjitha bëjnë këtë pyetjen pse Austria dhe jo Gjermania, në fakt nganjëherë është dhe me të ndjerë, ndonjëherë është dhe me të përshtatur. Pra unë mendoj që njeriu duhet që të jetoj ose të punoj aty ku i përshtatet më mirë, aty ku e sheh veten më të mirë pritur, aty ku përshtatet me qytetin, me njerëzit, me atë çfarë ofrohet, me atë çfarë mund t'japi. Vjenën e shoh një qytet në fakt që më përshtatet shumë. Siç patjetër më përshtatet Shqipëria dhe Tirana. Në çfarë vitesh ke shkuar për themi që ke vazhduar jetën në Austri? Në 2019. Okay. Që në 2019
2018-2019, dhe më pas gjërat kanë ecur, edhe janë zhvilluar, edhe janë organizuar. Në 2019-ën, Vëndalit, Vienezët, po themi, kanë paragjykim për shqiptarët, di që vite më përpara, sepse atill ka qenë dhe koha, kanë pasur, por në 2019 e kanë pasur një paragjykim pra kur ti prezantoheshe, unë jam dritani, vi nga Shqipëria. Shive, ka diçka. Jo se nuk ka paragjykime për gjithë Ballkanin. Jo vetëm për Shqipërinë, për gjithë Ballkanin, Europa zhvilluar mund të ketë paragjykime. Dhe ka paragjykime. Pse? Sepse dhe neve, si Ballkanas, kemi bërë gjëra atje. Nuk është se jemi kaq të... Ka namin e vetë. Kemi ikur në shtetin e tyre, kemi bërë ndoshta edhe minimalisht që kemi thyer rregullat e tyre, domethënë qoftë kaq. Por njeriu është shumë personale. Pra, nëse ti ikën si njeri i përgatitur, si njeri me shkollë, ata e vlerësojnë shumë titujt që individi ka, atë çfarë përfaqëson individi. Pra shikon një kontribut që vjen në vendin e vet. Patjetër që ata nuk të paragjykojnë. Pastaj, nëse ti ikën si një individ që vetëm do të marrësh nga i vend dhe nuk do asgjë të japësh, pastaj ka paragjykime nga më ndryshmet. Nuk është se jemi ne të paragjykuar shumë, bile shpeshherë as na njohin fare. Na thonë që jeni flisni serbisht, nuk është se kanë ndonjë paragjykim, ndonjë ide të madhe, por patjetër që mund të ketë në vende të ndryshme ata paragjykojnë kur ti s'di gjermanisht, jo vetëm shqiptar, po çfarë do lloj qytetari i shtetit tjetër mund të jesh. E duan shumë vendin e vet, e duan shumë gjermanishten dhe janë fanatik të kësaj. Bile se më ka ndodhur disa herë, se un kam ikur dhe kam ardhur, po gjithmonë komunikimi ka qenë anglisht në fakt, sepse nga koha ime që ka shumë e zënë, dhe nuk kam pas mundësi ta praktikoj shumë gjermanishten, dhe më ka rasti disa herë, një herë në drekën që na bën kur mora titullin ambasador paqe, dhe një ndër pjesëtarët kryesor ishte një biznesmen shumë i madh në fakt që në Vjenë, dhe ishte pjesëtar i ambasadorëve të paqes së Vjenës, dhe më tha erës tjetër kur të vish duhet flasë gjermanisht, jo kështu. Po se duhet edhe për universitet. Po në fakt duhet, po është. Dhe një herë tjetër më ka ndodhur dhe në aeroport, që po dilja dhe më tha, po ti tha qytetar i Vjenës, ta ti punon këtu, ta si nuk di gjermanisht, ta do më thosh se s'bën gjermanisht, domethënë dy herë më ka ndodhur, por në fakt kanë drejt, sepse më duhet dhe mua, por që ndoshta në kohën e dur, sepse tani dhe mundësia kohore është goxha e... Pra e pas kanë pak atë nuancën e Italisë dhe Francës, se di edhe që këto dy vendet e tjera tona fqinj e kanë tendencën edhe në për restorante që të mundohen të flasin me gjuhën e vet që të shtyjnë po themi. Por gjithsesi Vjena është një vend shumë i hapur, sepse aty ka shumë organizata ndërkombëtare, ka shumë turistë, kështu që anglishtën e din mund të themi në pjesën më të madhe, mund të flasësh kudo anglisht. Nuk është si Gjermania ose disa shtete që të flasin fare, aty të flasin. Ka njerëz me shumë kulturë, njerëz që të ndihmojnë, njerëz që në fakt të vlerësojnë titujt shumë. Atje është, mua më ka bërë shumë përshtypje, se ndryshe nga realiteti shqiptar, kushdo që ka mbaruar një shkollë të lartë, të sistemit vjetër 4 vjeçar ose të sistemit të ri, jo bachelori, po masterin, ata e quajnë mag. Për shembull, dhe kur prezantohet, dhe kur ka marrëdhënie me individ tjerë, ai thotë unë jam mag filani, ka marrë për këtë çështje. Pastaj kur ke pozicione mund të themi titull më të lartë, atëherë e thotë unë jam doktor filani, ose në rastin tim për shembull kam titullin profesor i asociuar dhe gjithmonë ata e kërkojnë çfarë titulli dhe gjithmonë të drejtojnë në titull. Bile se këto ditë kemi pas shumë emailë dhe gjithmonë i dashur profesor filani. Kemi këtë çështje për të asociohesh me atë që përfaqëson. Me atë çfarë përfaqëson. Domethënë i vlerësojnë shumë këto, por mund të themi që gjithçka e bën individi. Gjithçka fillon dhe mbaron te individi. Nëse ti jep, nëse ti je një individ që mund t'japësh diçka, je me vlera, gjithmonë të vlerëson. Jo vetëm në Austri, po kudo mendoj. Italianët kanë një shprehje që mua
mua më pëlqen shumë është tutto il mondo è un paese. Do të thonë gjithë bota është një vend. Është një vend. Kështu që kudo që të dhe sot bota është bërë sa e një- madhe është, ai ide e vogël. Sot kudo që të shkosh, te bësh njësoj, sot një është bërë shumë e thjeshtë me këto, me inteligjencën artificiale, me rrjetet sociale, me internetin, sot bota është bërë me shumë e vogël. përkthim gjuhës kohë Me përkthimin kohë reale, pra mundësi ndërkombëtarizimi pafund, nuk është kështu më i që vështirë. Është shumë e thjeshtë, mund të themi, patjetër ka vështirësitë e sot, por nuk janë vështirësitë që kanë qenë përpara. Përpara duheshin përkthyesa, duheshin harta, duheshin shumë Harta me letër. Me letër. Sot ti ke Google Maps, shkon kudo, mbaron punë, do të marrësh mbresja para pak se të futesh këtu, po flisni për një ambient që do marrim një shtet për çështjen e biznesit dhe pjesë po më shkruante ai bashkëpunëtori im që çfarë vendimi morëm që t'ia komunikoj dhe thash jam në një podcast tani sapo dal do flasim që të vendosim që është një shtet tjetër me një gjuhë tjetër, me një kulturë tjetër, sepse dhe shteti vetë ndryshon dhe ligjet. Dhe ti do t'i përshtatesh ligjeve përkatëse, do të marrësh vesh realitetin e tjerë, por gjithçka është e mundur kur sot është një botë e madhe, e hapur, thjesht do të kemi mendjen e hapur. Nëse ti ke mendjen e hapur, pastaj gjithçka tjetër ecën dhe vazhdon. Zakonisht në botën po them mediatike, qoftë në televizion, në radio ose kudo ku një person shfaqet, patjetër që ka prirjen të shfaqë suksese, gjërat e mira etj. Kush ka qenë një dështim i madh, por që të ka bërë edhe të mësosh shumë që jo vetëm mos përsëritet ajo, por që të ndryshoj komplet edhe mënyrën se si mendon ndoshta. Dështime ka gjithmonë. Unë them që njeriu do të kalojë nga dështimi në dështim për të arritur suksesin. Sepse ne nuk mund të mësojmë nga dështimet e tjerëve. Duhet që t'i kalojmë kurrizin ton që ne t'i mësojmë pikat e dobta që mund të kemi për t'i bërë më të mira. Thjesht dështimi duhet të merret si mësim. Okay. Pra dhe ne nuk duhet të kalojmë në atë gjendën tonë negative dhe të heqim dorë kur ndodh diçka e keqe. Dështimi ka gjithmonë, në punë, në politikë, në jetën e përditshme, pra janë pjesë e jetës. Dhe thjesht ajo çfarë unë sugjeroj gjithmonë dhe që e bëj me veten time është që ta marrësh me qetësi. Okay. Të marrësh pak pauzë, ta mendosh mirë gjën dhe të thosh okay, kjo u kry. Tani çështja është që si do ta zgjidh dhe të vazhdoj përpara. Pra, jeta është e tillë, është ndërtuar me dështime dhe me problemet përkatëse. Thjesht ti duhet që të shkelësh mbi dështimet dhe me problemet dhe të ecësh përpara. Një dështim i madh. Nuk më vjen në mendje ndonjë dështim se ka diçka. Që në momentin që të bëra pyetjen, pa dashur të ndërpres, e dija që ti do mendoje për dështimin, sepse është fiks kjo që the, pra dështimet ti merr si mësime dhe patjetër që nuk le ato traumën. Bravo, dhe nuk është ajo traumë madhe dhe unë nuk mund të them dot tani një moment që kam pasur dështim të madh duke qenë se unë i marr në anën pozitive, dhe dështimit i marr në anën pozitive. Pra, e marr si mësim. Them që më ndodhi ky problem, atëherë unë s'kam bërë 1, 2, 3, 4, 5 pika. Prandaj ndodhi. Dhe si rrjedhoj, si rregulloj pikat që mos ndodhi herës tjetër. Dhe nuk është se mund të them që kam pas deri tani një dështim kaq të madh. Shpresoj mos sa vazhdueshmëri. Sa më vjen në mend. Shiko, me kalimin e viteve nga mosha apo edhe nga eksperjenca punës dhe sa më shumë njerëz kesh bësh, aq më shumë po themi bësh edhe një lloj psikologu. Dhe prandaj edhe parashikova këtë dhe e kundërta e kësaj që sa po thash është përpara disa ditësh takoj një mikeshën time për çështje pune dhe hapi një bisedë që ishte për çështje dështimi. Dështimi në raport me disa anëtar të tjerë të ekipit. Pra ishte pak e komplikuar. Pavarësisht se unë tentoja që të flisnim diçka tjetër, persona në fjalë e mbante po aty po. Dhe i thash që shiko, hiqe mendin nga ajo se po ma përsërit shpesh do të thotë që po të mban peng. Është vërtet. Dhe prandaj është vërtet. E nxora pak në pa sepse duhet të njoh për vitesh, e di shumë mirë pozitivitetin tënd dhe madje kam parë akoma më theksuar kur ke pasur njëkohësisht shumë angazhime. Ke pasur ekipe për të drejtuar dhe ndërkohë duhet të ndiqje personat tuaj familjar që cilët ishin dy njëkohësisht dhe ti përpara shumë njerëzve u shfaqe goxha pozitiv dhe u more me organizimin dhe mbaj mend që një nga vendet ka qenë goxha i madh, ti the Aslan Rusja Sokoa, nuk e di se sa mbante ajo salla ku ne kemi qenë që mos ta përmend,
por që edhe për mua ishte surprizë që aq shumë njerëz ishin të pranishëm. Dhe aty kuptova që të jesh pozitiv do të thotë edhe të dish pastaj të menaxhosh gjithë ndodhitë e jetës tënde. Ajo është treçeri. Pra kush menaxhon veten, menaxhon edhe hapësirën. Domethënë ajo është çfarë unë sugjeroj dhe të gjithëve. Të qenë pozitiv është treçeriku. Nëse je pozitiv, individi mund të bëjë gjithçka. Në fund ditës nuk zgjidh gjë dhe nëse je negativ, nëse e vetmja gjë do mbash peng veten, siç e the ti më parë dhe kaq. Dhe nuk është se zgjidh asgjë, ndërsa pozitivit të shohësh pozitiven dhe në gabimet, shoh pozitiven dhe në gjëra ndoshta ajo shumë mira është një pikë shumë e fortë që mund të ketë gjithsecili. E kam shpesh, përsa para disa ditësh pata një problem tjetër në punë në Austri dhe mund të të ikja brenda ditës atje. Dhe ndoshta bashkëpunëtorët e mi u vën pak në alarm, u sik kështu po ashtu. Unë jam mësuar tashmë dhe thash, është një gjë që ndodhi sepse 1, 2, 3, 4, 5 pika nuk janë bërë siç duhet. Patjetër do ndreqet problemi që është bërë, por që mos ndodhi më, duhet që të ndërryjmë në 1, 2, 3, 4, 5 pika. Kjo është e gjitha, kjo është një pikë shumë e fortë që ti të mësosh dhe ta kthesh këtë dështim në mësim. Po bëre këtë ecën, çdo gjë në rregull. Meqense preka pak në mënyrë indirekte, se kam përshtypjen që është edhe në thonjza po themi edhe si plagë sociale, jo vetëm për ato që janë lider në kuptimin e udhëheq një biznes apo një organizat apo qoftë një departament e kështu me radhë, po qoftë edhe për vetë departamentet e xharit, që është goxha problem gjesh individët e duhur. Si të duket në fillimet e tua dhe aktualisht të punosh me njerëzit, pa që a është e lehtë sot të ndërtosh ekipe dhe të kesh, po themi, atë qetësinë që nëse delegon, po themi, gjërat bëhen apo bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Mund të jetë rastësi, po unë po shikoj që kudo, po themi, që kam të diskutim, ka vetëm probleme. Që në Shqipëri ka akoma më shumë probleme. Pse? Sepse ka disa arsye. Në radhë parë shumë njerëz janë larguar fatkeqësisht. Dhe pika tjetër është që shumë individ bëjnë punën që nuk dëshirojnë të realizojnë. Kjo pastaj krijon atë problemin tjetër që bën për shkaqe ekonomike. Për shkaqe ekonomike. Nuk bëjnë atë që duan. Nuk bëjnë atë që duan, po bëjnë atë që i vjen, atë që i del mundësia etj. Kjo krijon pastaj këto probleme që unë ikim punë sa për të kaluar radhën, sa për të marrë një rrogë etj. Krijimi i ekipeve të mira është pika më e vështirë mund të themi në gjithë botën, por dhe këtu akoma pak më e vështirë. Në fakt, nga fillimet e mia deri më sot, patjetër që kam një ndryshim, sepse sot duke qenë se kam kaluar jo me qindra, por me mira individ në kuptimin e plot të fjalës, sot që kur më vjen dikush në intervistë, unë e kuptoj duke i bërë muhabet, jo duke e pyetur për punën, po thjesht duke i bërë muhabet, unë e kuptoj që sa mund të zgjasë ky person me mua, është për atë punë që unë e dua apo jo, sa pozitiv është, dhe një ndër kushtet e mia për të marrë punë është që individi jetë pozitiv. Sepse dhe këtë ja them troç, nëse nuk e pozitiv s'punohet me mua. Po. Se është gjysma e punës, edhe mos them treçereku. Dhe normalisht e shoh dhe sot e kam më të thjesht për të zgjedhur. Po patjetër dhe gaboj, në një rast shumë të rrallë edhe gaboj, mund të themi. Po gjithsesi prapë kam gjetur një formë tjetër që i marr përveç vlerësimit paraprak, i marr 3 muaj në provë me pagesë patjetër, por 3 muaj në provë për të vlerësuar dhe në gjë që mund të ketë shpëtuar mua, mos në 3 muaj e parë nuk shpëton. Dhe ai është mjaftueshme për treguar veten. Kështu që gjithsesi të bësh një ekip shumë të mirë është e vështirë. Dhe që të delegosh pa frikë, mund të themi, gjëra është e vështirë. Nëse do kesh një ekip shumë të mirë, është një ndihmë shumë e madhe për biznesin, për strukturën, për ty si drejtues, është gjëja e parë, Por ideja është që nëse ti ke atë ëndrrën e madhe, nëse ti ke atë vizion e madh, atëherë mund të gjesh dhe njerëz të tjerë që ti bashkohen kësaj ëndrrës tënde, këtij vizionit tënd. Por nëse ti s'e ke këtë, atëherë ti s'di as vetë çfarë do, jo më të marrësh të tjerë dhe t'ia bashkosh kësaj ëndrre. Prandaj janë disa pika, mund të themi, që duhet bashkohen të gjitha për të patur atë suksesin e madh.
Studimi për hipnozën të kanë ndihmuar në jetën profesionale, madje këtu kam dy pyetje. Po. Njëjat kanë ndihmuar në jetën profesionale, por edhe për ta sqaruar në vetvete çfarë është hipnoza. Domethënë, ajo që më vjen në mend kur flasim për hipnozën është ajo që unë bëj këtë gjën edhe edhe atë personin MP. Atëre. Në fakt, unë kam mbaruar për kam disa kualifikime, por kjo hipnozë ka lindur shumë veçantë në fakt. Para disa vitesh unë lexova një libër. Edhe mund të themi ai libri që ky është libri që ndryshoi bot kuptimin tim apo pati një impakt real në jetën time. Ishte një libër i një psikiatri, një shefi i departamentit psikiatrisë në një spital amerikan. Okay. Këtu e kishte përkthyer Timo Floko, buri Vera Grabockës. Edhe e quaj Shpirti. Trupi vdes, shpirti kthehet. Okay. Edhe unë zakonisht në fakt iki te Adriani dhe pastaj e shoh për libra të caktuar, zakonisht në fushën time ose psikologji, ose biznes, ose menaxhim në këto fusha. Atë ditë ika dhe ky libër më doli përpara. Ishte një libër i botuar për herë të parë në 1988 kur unë kam lindur. Okay. Dhe thash diçka interesante, po e marr një herë, domethënë, po e lexoj. Dhe i fillova të natë si libër, dhe në fakt mbaj mend që jo të e mora dhe lexova, por e gdhiva atë natë. Dhe ka qenë libri i parë që mua direkt apo indirekt më detyroi, më troqi dhe më detyroi që ta gdhija dhe e lexova të gjithë librin deri në mëngjes, po. Okay. Dhe më duk një histori sa e bukur, sa jo reale, nuk po e besoja dot nëse kjo gjëja ishte vërtet apo jo. Dhe thash, okay, në një moment kur unë kem kohë, do të futem në një kualifikimi, trajnimi, shkolle apo diçka për hipnozën, thjesht për të vërtetuar nëse ky libër ishte dhe kjo histori ishte vërtet apo jo. Dhe erdhi koha, bëra kualifikime përkatëse, u certifikova etj. Dhe vërtetova që në fakt libri ishte i vërtet. Dhe kjo pse më ndryshoi? Në radhë parë ndryshoi, mund të themi, një këndvështrim për jetën. Okay. Në atë prizëm, por i dha më shumë gjëra dhe jetës time në atë lloj forme. Pse ndryshoi këndvështrimin për jetën? Shive, tani hipnoza ka disa tematika ose disa fusha. Unë u kualifikova dhe ajo çfarë flisë edhe libri është past life regression. Okay. Atëre është regresioni i jetës së shkuar. Pra është edhe mistike, është okay. Aty ka dhe mistik dhe shkencë pak. Okay. Shkencë sepse ne çfarë bëjmë normalisht? Ne te individi i ndryshojmë valët, nga valët beta që është secili individ në një komunikim normal apo në jetë normale, ne ja ulim dhe kalim në valët alfa. Dhe në këto valë më pas ti fillon dhe komunikon me individin, ndoshta për të kaluar mbrapa në kohë në këtë jetë, pra dikush që është 35, 38 vjeç, ne mund ta kalojmë 30, 28, 25, 20, 15, 10 deri te Barack Obama, dhe ai fillon të mbajë mend dhe gjëra që ndoshta sot si mban mend në vetdijen e tij. Mban mend që kur lindi, kush erdhi në martenitet? Pra këto janë raste reale që ai ka mbajtur pastaj mend. Këto janë raste normale, reale. Dhe tani pas life regressioni ka diçka që jo vetëm në 0, po ai kalon edhe për 8 zeros. Që do të thotë, sipas librit, sipas shumë studimeve që janë bërë etj, mendohet që individi mund të ketë pas të jetë të tjera. Okay. Pra, para se të vitë në këtë jetë, mund të ketë pas jetë të tjera në kohë të kaluara. Pra mund të vërtet një nga besimet është që beson ke rimishërimi. Rimishërimi. Okay. Dhe libri pikërisht fliste për këtë çështje. Dhe normalisht të vërtetosh një gjë, ta shohësh me sy tu këtë gjë, atëherë ndryshon komplet sensin, mund të them, të jetës dhe të asaj çfarë ti shef. Në këtë sens. Hipnoza normalisht, meqenëse më pyete, përdoret për shumë gjëra. Përdoret për të shëruar individ të caktuar, po them, dikush që pin cigare,
do të lëj cigare, ndërmjet hipnozës ti mund të ndikosh në vetdijen e tij që ai ta largojë këtë lloj, pra për të larguar vese të caktuara, për të larguar frikra ose fobitë caktuara, sepse çfarë janë frikra dhe fobitë? Janë probleme të regjistruar në nënvetdijen tonë. Pra mund të ketë qenë një moment traume që ka qenë shkaktuar. një moment traume në një çast caktuar, në një moshë caktuar, që ajo ka mbetur aty. Dhe tani ajo shpaloset në vitet në vijim, në forma zhvillohet, shpaloset dhe zhvillohet në forma të ndryshme. Derisa të ketë një ndërhyrje. Derisa, ndërmjet hipnozës ç'a bën? Ti bën kthimin e individit, gjen traumën ku ka ndodhur, dhe gjysma punës është ta kuptosh nga ka ardhur. Pra ti kupton që kjo traumë ka ardhur në këtë moshë nga kjo çështje dhe pjesa më e madhe largohet dhe më pas ti punon që ta largosh të traumë dhe individi shërohet. Pra, nga fobirat caktuara, nga frikrat caktuara, etj. Po marr bjes një shembull, kishim një mikën tonë përbashkët, në fakt donin të bënim para disa vitesh, donin të bënim një mini emision të vogël për past life regression. Pra do merrin disa individ që donin të publikonin historinë e tyre dhe t'i bësh hipnoza. Edhe një ndër këto persona, në fakt, një mika ime, donin ta realizonin këtu në Shqipëri. Donin ta realizonin para publikimit të librit, në fakt. Ishte edhe gjetëm disa persona që ishin dakord që ta publikonin, të bënin hipnozën. Dhe më pas, nëse do rezultonin që kanë jetuar sipas vetes tyre, atëherë do ta publikonin këtë gjë. Dhe në fakt një mika ime solli një mikesh tjetër dhe tha, personi ka një problem, tha, që djersitet nga këmbët. Dhe kjo ishte një problem që i shkaktonte trauma, të themi, në U shoqëronte me ankth apo me gjë apo? Po normalisht, sepse është diçka e këndshme, mund të themi. Dhe kur unë e ktheva, i doli që në këtë jetë nuk ishte asnjë problemi, por kur e ktheva, ajo shkoi drejt për drejt, sepse ti kur jep liri personit, ai shkon atje ku ka problemin. Dhe shkoi në një jetë të kaluar, ky individi, pa thënë emra dhe gjëra të tjera, shkoi dhe doli që në një jetë kaluar kishte plasur një vulkan dhe personi ishte djegur nga këmbët. Dhe ai kuptoi që pse pas ka këtë problem në këtë jetë, dhe që nga ai moment personi u rikuperua, ju largua kjo çështje dhe vazhdoi jetën normalisht. Pra supozohet që ka pas një traumë psikologjike dhe fizike në jetën e kaluar, që është trashëguar. I kishte mbetur dhe u larguan në këtë formë. Kjo është një ndër shembuj, një ndër shumë shembuj mund të themi që mund t'japim. Po kjo ndodh, prandaj po them, hipnoza përdoret për shumë, mund përdoret për të mësuar, sepse nëse ti incizon diçka dhe ti futesh në valën alfa dhe ti e ripërsërit, atëherë mundësia për ta thithur shumë e kollajshme, shumë e shpejt. Përdoret për shumë gjëra të caktuara. Mund të ndihmosh me hipnozë dikë, po themi, të përshpejtoj qëllimet që ka. Pra, kjo ai që tham deri tani është e shkuara, pra ti shkon të shkuarën, shëron një plagë. A mund të përshpejtoj të ardhmen për të arritur disa të mira ose për të arritur suksese? Po, ti mund të ish dhe ankthin me hipnozë. Ti mundet t'i japësh urdhra në vetdijes tënde, që t'jetë më pak përtac. Ti mund t'i japësh urdhra në vetdijes tënde që të çohet në një orë të caktuar në mëngjes, për individët të cilët kanë probleme me çuarjen. Pra, ti mund punosh me veten tënde dhe mundet që t'i japësh mundet që ndërmjet hipnozës të ndikosh te vetja jote, sepse nuk është se hipnoza për mrekullira, hipnoza thjesht të ndihmon që ato urdhri që t'ia jep normalisht, po them çdo ditë vetes, po vetas të dëgjon, t'i japësh më shpejt dhe urdhri të perceptohet më kollaj dhe të ketë një impakt më të fortë dhe më direkt në vetdia jote, sepse nëse ti e fut urdhrin në vetdia, atëherë gjithçka është e kryer. Në vetdia urdhron vetdia dhe gjithçka. Në vetdia fillon punon. Sepse në vetdia është pika kryesore që madje quajnë në thonjza, se s'është term për të përmendur, e quajnë budallaqe, sepse po e morin dorë, fillon e merr të qenë automatikisht dhe vazhdon. Kam një pyetje të parafundit për hipnozën, përpara se ta mbyllim. Mund të ndikojë në mos hipnoza, ana psikologjike etj edhe për impakt fizik, po themi për një smundje të caktuar
të rekuperoj? Arrin do të kjo forcë mentale, po themi? Nëse problemi është psikologjik ose mendor ose në këtë prizëm patjetër që po. Nëse është fizik, kryesisht jo. Okay. Pra, nëse problemi është shpeshherë rrjedhin shumë smundje nga mendja, rrjedhin shumë smundje nga nënvetdia, rrjedhin shumë smundje nga forma ndryshme. Nëse është i tillë, patjetër që ti ndërmjet hipnozës mundet që të rikuperosh, të shërosh. Por nëse është fizike, këtu pastaj nëse është fizike, po ka ardhur nga ana psikologjike, pra ka shkaktuar anë. Pra ti mund të rregullosh pjesën psikologjike, por jo pjesën fizike. Okay. Se pjesa fizike normalisht ti e lehtëson atë që po e shkakton dhe kështu mund të përmirësohet edhe. Patjetër që nëse ajo mundet të përmirësohet në formë, patjetër që po. Por gjithmonë është për pjesën psikologjike, mund të themi për pjesën mendore, domethënë që ti mund të ndikosh, por shumë gjëra rrjedhin nga ajo. Dhe kështu që patjetër që mundet mund ta quajmë çën soft skill i rregullon. Shiko, për të kthyer prapë pyetjes parë dhe e fundit. Sa të ka ndikuar kjo në aspektin profesional, pra të ka ndihmuar në marrëdhënie me njerëzit apo qoftë edhe punimet me veten? Shive, më ka ndihmuar, patjetër që gjithçka që mëson në jetë të ndihmon. Do na të them gjithë, lexoni sa më shumë, merrni sa më shumë, përfshihuni sa më shumë. Çdo gjë e re që mëson të plotëson bagazhin dhe pastaj këtë bagazh mund ta përdorësh për atë misionin tënd, qëllimin tënd, për jetën tënde të përditshme, për punën tënde. Që patjetër më ka dhënë dorën e saj dhe në disa pika mundet të them që të përdoret drejt për drejti apo indirekt, për të arritur ndoshta pak më thjesht disa aspekte të jetës apo të punës. Por gjithmonë duke koordinuar me pikat kryesore. Pra, në pjesën e trajnimeve, shpeshherë mund të jetë përdorur, po ta përdor pak në atë çfarë duhet, në punën time të përditshme, pra e përfshi në punën time të përditshme, jo drejt për drejt, po ndoshta indirekt. Kjo në këtë prizëm. Nuk është se nuk e kam praktikuar dhe nuk e kam shtyllë kryesore, patjetër, por është gjithmonë ndihmëse. Si çdo është një tool në gjithë atë murin që individi vendos për të formuar atë kështjellën e tij. Shiko, nga fillimi i bisedës deri tani, një pjesë e mirë e kohës ishte fjala, po edhe në mënyrë indirekte, rinia. Qoftë këtu edhe duke nisur vetë që në moshën 19 vjeçare, po themi, aktivizimet e para për egon personale, por edhe për kontributin për t'ia dhënë atë të paktën në vendit ku jetojmë, po sidomos qytetit të Tiranës. Për disa nga kontributet jam edhe vetë dëshmitar, kështu që për këtë pjesë edhe të falenderoj. Po çfarë do t'i thoje një 19 vjeçari sot? Po themi një këshill, si dikush po themi që në atë moshë, në moshën 19 vjeçare, kishte ëndra për të bërë shumë ndryshime. Jo vetëm për Shqipërinë, po ëndra ka qenë që të ndryshojë ndoshta edhe botën. Gjëja e parë është mos toponi së ndërruari, është gjëja e parë fare, sepse sa rritemi zakonisht fillojnë dhe ëndrat të ulen, duke u përballur me realitetin prap kjo ndodh, pra mos toponi së ndërruari, caktoni misionin dhe vizionin e jetës tuaj, realizoni një plan për ta realizuar konkretisht, sepse ti mund të realizosh një vizion apo një mision dhe mund ta lësh vetëm aq, por ajo ngelet aty dhe nuk të ndihmon. Pra, caktoni një plan të caktuar ditor, mujor, vjetor për ta realizuar dhe mos u dorëzoni, sepse gjithçka është e mundur dhe nëse me konsistencë ne vazhdojmë përpara, patjetër që ëndra kthehet në realitet. Unë ja them gjithmonë, ku mendohesh se inteligjenca artificiale para 10-15 vitesh, ishte e paimagjinueshme. Sot është një realitet i pakthyeshëm. Ku mendohesh se para shumë vitesh WhatsAppi apo këto gjëra që sot janë bërë të përditshme. Pra, nga ëndra janë kthyer në realitet botëror. Kështu që ëndrat vazhdojeni, zhvilloheni, ktheheni në qëllime jetësore dhe ndihmoni veten tuaj, komunitetin, shoqërinë dhe gjithë botën, ju mund ndryshoni botën, sepse ndryshimi fillon nga individi dhe pastaj përhapet. Nëse ndryshon një individ, ti mund ndryshosh gjithë botën. Do të them, meqense ishim një miks midis edhe racionales edhe mistikes e tjerë dhe dolëm dhe tek ëndrat. A beson tek
qofse një njeri arrin ta mendoj, ta ndërroj, është një gjë që mund të realizohet. Pra nëse mendoj do të thotë që gjasat janë që aty jashtë, nëse bashkoj elementet e dur apo kompozoj. Nuk mjafton vetëm mendimi dhe ëndra, pra janë komplekse. Duhet janë një sër pikash që individi duhet i bashkoj për të realizuar atë ëndrën e vet. Pra, ëndra është një pikë, veprimi është shumë i rëndësishëm, konsistenca është shumë e rëndësishme, përgatitja për atë rrugë është shumë e rëndësishme, pra janë një sër hallkash dhe ti duhet i bashkosh këto hallka dhe në momentin e duhur ti duke mos u tërhequr do ta realizosh atë ëndrrën tënde. Por nëse ti realizon vetëm njëra nga hallkat, atëherë je i çajë mund të them dhe nuk do ta realizosh. Duhet pra ëndra, vizion, misioni, organizimi, konsistenca, përgatitja për atë rrugë. Pra ta çosh të gjithë jetën tënde në atë kahun që ti do, në atë vizioni. Prandaj duhet fillimi. Fillimi është harta e suksesit. Kjo është. Un kam këtë qëllim dhe këtë vizion që atë caktoj vetes time. Atëherë të gjitha i çojnë në atë rrugë. Shkollimin, trajnimet, përgatitjen, konsistencën, takimin, rrjetet që unë realizoj, punë e përditshme që unë bëj, të marrësh çdo gjë që të nevojitet për ta arritur. Dhe merr armët, mbledh dhe do vi momenti që ti do ta realizosh atë pjesë. Por duke ndetur asnjëherë nuk vjen. Disa bërë më shumë pyetje, kisha te kjo, ka shumë njerëz, sidomos të ri, që i vjen një ide dhe ose e vetvrasin idenë, sepse thotë ku më shkon mendja dhe mua, ose të tjerat ja vrasin. Un kam edhe histori personale, për ta thënë shkurtimisht, kisha një ide. Po. Praktikisht bëj fjalë për një aplikacion. Dhe ja them, po themi, dy hierarki më lart ishte personi, dhe tha po hikor vin tha çfarë flet, tha, nëse jemi këtë gjone, 2030-a. Unë thash po që ka drejt, do të thonë mbas vrasjes erdhi dhe vetvrasja. Dhe tek e njëjta kompani, mbas një viti, grupi i kompanisë ndërkombëtar organizon një challenge për ide. Dhe me që kisha këtë ide, thash nuk po lodhem shumë për marrë pjesë dhe po hedh këtë idenë, shkoj si të shkoj. E fitova në Shqipëri, e fitova dhe jashtë, dhe ajo ideja po merr jetë sot. Pikërisht. Pra, ndonjëherë mjafton të mos dorëzohesh. Është shumë e rëndësishme. Jo ndonjëherë, po gjithmonë është shumë e rëndësishme mos dorëzohesh. Por unë sugjeroj dhe çfarë bëj për vete, përveç gjithë këtyre pikave që përmenda, është të ulem në veten time dhe të caktoj dhe bilancin e gjës ose ndërmarrjes apo të ides. Pra, të vendos pikat pozitive dhe pikat negative, apo pikat që unë fitoj dhe unë mbas nëse realizoj këtë lloj veprimi. Dhe kjo ndihmon shumë për të marrë apo mos marrë një veprim të caktuar. Po them ja edhe kur unë nika që u punsova në Austri, vendosa në një anë çfarë pikash pozitive kisha nëse do punsohesh atje dhe çfarë negative do kisha. Fitoj pozitive, kështu që thash po realizoj. Dhe mira është që këtë ta realizosh në çdo pikë, përveç gjithë pikave të tjera që patjetër janë të rëndësishme, dhe ti je realist me atë çfarë bën dhe me atë çfarë gjithmonë, unë them jam pozitiv por realist. Sepse mund të jesh pozitiv dhe te kalon. Por te kalon këtë pikë aty nuk është mirë. Se pastaj ndjes për termin gjithë publiku, po kalon në budallaj lumtur pastaj. Do të jesh realist, pozitiv. Unë kohët e fundit kam vazhduar të, meqense the ulem dhe bëj plane të tjera, kam filluar të besoj shumë edhe ke forca e shkrimit. Të gjithë planet që unë jam ulur dhe përveç mendimeve dhe i kam shkruar, po themi mendimet apo të mirat, këshillat e tjera, janë vetëm gjëra që pastaj realisht kanë marrë jetë. Po, sepse nënvedia e merr më kollaj, pra tipën disa veprime kur shkruan. Ti mendon, shkruan, pra përdor disa për këtë çështje të caktuar. Përdor shumë shisa që të japin burimin për ta futur në nënvedien tënde këtë lloj sinjali dhe këtë lloj mesazhi. Pra, edhe nëse ti fillon dhe imagjinon këtë gjë, atëherë përdor edhe një të tjetër shtesë ekstra. Pra, sa më shumë fillon të përdorësh, aq më shumë ti ja fut në nënvedies tënde këtë mesazh dhe thua që unë po e realizoj, unë po e bëj këtë. Nënvedia jote e merr të qenë dhe çfarë bën? Madje ndjen se ka vazhduar. Dhe çfarë do? Nënvedia
e merr të qenë dhe realizon, mund të themi, të gjithë pikat që si ti mundet të krysh vazhdimin. Se në vetdia është si ajo truri, si ai kompjuteri që jep urdhra vetdijes më pas për gjërat që do ndodhin. Për shembull, shpesh besoj të ka qelluar dhe ty që thuaj që ky personi nuk më pëlqen. Po se di pse. Nuk e kupton nga vjen indice. Në fakt, në vetdi e ka bërë gjithë llogaritjet dhe i ka parë të gjitha pikat, i ka vlerësuar dhe ka dalë ka bërë një analizë pa e bërë ti me vetdijen tënde, pa e ditur ti dhe ka dalë në përfundim. Ky person nuk është i mirë dhe i çon urdhër vetdijes, kaq që ky person s'është i mirë, po ti nuk e di pse. Po thjesht në vetdi ti mund të kesh interes ta takosh atë, por të thotë që nuk më pëlqen, nuk është gjë, nuk më tërheq. Po faktikisht disa ka menduar deri vonë këtë Dritan që ndoshta persona tu nuk i njoh, por e kuptoj që nuk është po themi personi duhur për shoqëria apo për bashkëpunime etj, sepse ka në vetvete disa tipare të dikujt që dhe ai nuk është personi duhur. Patjetër, po edhe këtë kalkulim prapë në vetdi. Nga në vetdi. Sepse në vetdi është si një ambar që ne fusim gjatë gjithë jetës tonë shumë gjëra, që kur nuk po marrim atë para zeros, po flasim këtë nga zero e deri tani. Po them nga mosha 0 vjet që ne kemi lindur deri në moshën që jemi sot, ne kemi marrë në mënyrë të vazhdueshme nga shoqëria, nga familja, nga shokët, nga miqt, nga jeta që na ka ndodhur, nga këto problemet që na kanë ndodhur, nga sukseset, nga shkolla, nga shumë fusha grupime etj dhe kemi marrë në këtë në vetdije. Nga librat që kemi lexuar, prandaj gjithmonë i them lexoni sa më shumë. Gjithë ushqimi informacionit që kemi marrë. Dhe të gjitha këto futen në vetdije dhe ajo ka si ambar, si bibliotek. Dhe tani këto sa më shumë e pasur tjetë kjo, aq më shumë e përdor që t'japi urdhra të sakta dhe të suksesshme vetdijes për të realizuar atë çështje të bazuar ke gjëra konkrete, se informacioni ka ardhur. Dhe prandaj shumë e rëndësishme dhe të lexosh dhe të shohësh emisione dhe zakonisht atë çfarë sugjeroj, je në një fushë caktuar, ja ke caktuar vetes sa objektiva të qëllime, atëherë vazhdo lexo. Merr libra për atë fushë, lexo, shif emisione, merr informacione të caktuara, tako njerëz për atë. Çfarë do bësh? Përveç që ta pasurosh në vetdijen, dhe kjo në vetdia do ketë shumë opsione, idera, opsione që ty të japi për të zhvilluar, por ndodhet diçka në trurin ton, mund të themi zhvillohet një fushë ose një kështu vetëm për atë çështje të caktuar. Okay. Dhe kur zhvillohet kjo lloj, atëherë kjo të prodhon akoma më shumë ide. Pra fillon një farë e re për atë lloj çështje që ti po investohesh. Pra sa më shumë investohesh, aq më shumë rritet mendimet. Sa më shumë ti sheh edhe investohesh në atë çështje, aq më shumë pas do të lindin ide të reja për atë çështje. Dhe aty ti më pas e përqendron trurin në ato lloj kao, mund të themi, dhe ke suksese të caktuara. Asgjë nuk vjen se pastaj bëhet efekt domino. Nuk vjen nga qielli, domethënë se shpesh herë thon fati e ku dion, patjetër që çdo gjë ka rolin e vet, por nga qielli asgjë nuk vjen. Nëse ti nuk punon, edhe fati duhet t'i dalësh përpara. Edhe fati është si puna që kur Zoti ta jep dorën, ti do t'ja marrësh dhe ti thosh faleminderit. Se po ja le dorën kështu, ajo nuk ka funksion. Si historia me varka që i tha pse s'më shpëtove o Zot, po varka tu ti solla. Është shumë e vërtetë. Shiko, këto kam përshtypjen që doja marr çdo, po themi, personazhe që do kem të ftuar në podcast. Kush janë 3 zakone që ti do i këshilloje audiencës që janë zakone të mira? Pra kur themi të mira, të çojnë drejt suksesit, drejt shëndetit apo drejt po themi impaktit pozitiv ke tjera të kështu me radhë. Pra rregulli 8-8-8. Pra shumë balanca midis 8 orë gjumë, 8 orë punë, 8 orë për vete. 8 orë punë, 8 orë për vete. Unë e sugjeroj shumë këtë pjesë. E dyta është provoni sa më shumë dhe jepni kontribut ku të mundeni. Provoni derisa ta gjeni veten atje ku duhet. Pra, se shpesh herë thon, nuk po punoj këtu, se do punoj pa para, ose do punoj, jepni kontributin. Gjithmonë do ju vin mbrapsht diçka. Dhe biles, edhe kur punoni për të tjerët, sugjeroj punoni si për veten tuaj. Nëse punoni si për veten tuaj, do vi momenti që gjithçka do të kthehet. Ndoshta nuk kthehet nga ai person që e pran në moment, por do kthehet nga vetja jote apo nga persona të tjerë, nga individ të tjerë në një kohë të caktuar tjetër. Pra,
punoni gjithkund si për veten tuaj dhe gjithmonë për mua gjithçka është e mundur nëse me konsistencë, me pozitivitet, individi vazhdon përpara dhe dështimet i quajmë mësime dhe jo dështime për të sprapsur. Okay. Do më themi janë disa pika që individi do t'i ketë parasysh në jetën e tij, çfarë do lloj gjëje bën ose çfarë do lloj qëllimi i vën jetës, to janë përgjithshme, më themi, ëh. Dhe asgjë s'vjen nga qielli. Ti duhet punosh, duhet përgatitesh, duhet të jesh konsistent, të kesh një plan për veten, të dish çfarë do dhe pastaj të merr rryma dhe të çon atje ku duhet. Po asgjë nëse ti rri në shtëpi dhe pret që të vijë nga qielli në valizë me para apo gjëra të caktuara, nuk e besoj këtë pjesë. Nuk e besoj dhe mua nuk më ka ndodhur dhe gjithë shokët që njoh nuk është se i ka ndodhur në këtë formë. Jemi afër fundit dhe do të bëja edhe një pyetje të fundit. Unë shikoj goxha sfidë qoftë nga brezi, po themi, ai klasave të para deri tek moshat e treta që kanë informacion të shpejt, kuptohet impakti, sepse jemi në botën digjitale, jemi në Instagram. Pra po themi, unë kam më shumë views, po themi në Instagram, sa në YouTube, pra mesazhet e gjata ja lën pak pas dore, që praktikisht i bie dhe libri. Dhe do doja, nuk e di se sa kohë ke që ti të lexosh aktualisht, por kush është një libër që do më rekomandoje mu personalisht? Unë tash përveç aty psikologjisë, ata e mora me emër edhe. Ai do të thënë është libri më madje mbaj mend edhe përkthysin tani që është Timo Floku, kështu që do ta gjej kollaj. Ai është libri i parë që do t'japi do t'japi një motiv për më shumë. Ajo sugjeroj të gjithë ta lexojnë. Okay. Do të thënë është një libër që libra më pas, unë jam bazuar shumë te librat e biznesit dhe ajo çfarë sugjeroj është që individi duhet dhe librat kur i lexon, të lexojnë fushën e vet. Okay. Pra, një individ që është për art, nuk i duhet librim. Po. Patjetër që ai mund ta lexojë për një kulturë të përgjithshme, nuk është se kjo bë përjashtim. Ose një individ që nuk jep kontribut direkt. Është për psikologji, nuk hap se lexon për ku diun marketingun, ai mund të lexojë, thashë, gjithmonë për një unë sugjeroj që gjithmonë të bazohen dhe jetën dhe librat që lexojnë, dhe informacionet që marrin në fushën e tyre. Pra, gjëja e parë, të caktojnë çfarë duan nga jeta, çfarë mund bëjnë më mirë, çfarë kanë dëshirë dhe aty ti përqendrojnë të gjithë fuqitë dhe të gjithë informacionet që marrin në atë fushë. Kjo do jep të rendiment më të lartë. Pra, nëse je në fushën e menaxhimit, lexo shumë për menaxhimin, nëse je në fushën e psikologjisë, lexo shumë për psikologjinë dhe ajo që the ti, ne s'po lexojmë dot brenda fushës, jo më t'japim tani sugjerim dhe jashtë fushë. Nëse je për art, fuqizohu shumë të arti, nëse je për marketing, fuqizohu shumë të marketingu, nëse je për një fushë të caktuar, fuqizohu tek ajo fushë, sepse tu në Shqipëri më bërë gjitholog. Të gjithë duam të merrem me gjithçka. Po kjo është e pamundur, nuk e bën dot mirë, Dhe unë po them kur kam qenë në rinin time para shumë vitesh kam provuar shumë gjëra. Por ndër vite kam filluar të heq dorë nga shumë gjëra që në radhë parë nuk kam dëshirë dhe në radhë të dytë jam bazuar te gjërat kryesore të mia dhe për të bërë më mirë ato gjëra, sepse në fund është ai 8 orë që the ajo është. Unë nuk kam zbatuar dot do mundohem ta zbatoj në vazhdueshmëri, por është shumë e rëndësishme për të vazhduar, për të ndjekur. Sepse duhet dhe një lloj harmonie ndërmjet jetës, punës edhe të shplodhjes, sepse ndryshe njeriu pastaj nuk funksionon mirë, nëse s'funksionon mirë atëherë është e kod gjithçka. Okej, edhe një këshill personale nga unë për të mbështetur atë që Dritani tha, që çfarëdo lloj dije që merrni, qofshin nga të lexuar apo nga trajnime, përpiquni që të nesërmen ta zbatoni, sepse është vetëm në mënyrë që mos i harroni ato që keni mësuar. Sigurisht edhe Napoleoni thotë në historikun e tij që jo domosdoshmërisht do të mësoj vetëm nga luftrat e mia, por mund të mësoj edhe nga luftrat e të tjerëve. Për sa kohë jeni në këtë video, do të thotë që e keni parë këtë episod deri në fund, do t'ju lutesha që të jepni të subscribe. Dritan, miku jon i përbashkët Renato Sivili ka botuar një libër dhe duke qenë se mori si informacion që ti do jesh i ftuar i radhës, e ka këtë si dhuratë për ju. Kështu që të ftoj ta lexosh dhe për t'i vendosur edhe një emër këtij episodi,
Pra ajo që kuptua nga Dritani është që sukses nuk është ajo që din, por ajo që ti kthen në jetë. Pra informacionin apo dijet ti kthesh në implementim për të marrë benefitet, po edhe për dhënë benefitet tek të tjerët. Dritan, të falenderoj shumë për kohën, ishte vërtet kënaqësi dhe do shifemi sërish. Kënaqësia ime.